Sot në sheshin e lidhjes në Prizren solemnisht u hap panajiri tradicional 2025 i produkteve ushqimore dhe artizanale. Me këtë rast, kryetari Tota i ka uruar angazhimin e drejtorisë dhe tha se kjo po dëshmon se Prizreni po tregon që ka traditë për kuzhinën e po kështu edhe traditë për punime të ndryshme. Jemi mbledhur sot edhe pse është ditë e shtunë për me përkujtuar që Prizreni, qyteti jonë, ka shumë vlera tradicionale të trashëguara, të kultivuara. E një për aty në vlerave gjithsesi është edhe gastronomia, kulinaria, si një identitet specifik i qytetit e Prizrenit, i cili përveç tjerash e jep kontributin përveç biznesit, e jep kontributin edhe në zhvillim të turizmit, edhe e ka dhënë në krijim, po edhe në mirëmbajtje të identitetit kulturor, turistik, tradicional të qytetit. Normal që komuna përmes drejtorisë me punën e ryshme të drejtorit i kemi përkrah këto biznise përmes programave të ndryshme, edhe sot, dita shtunë, kemi organizuar këtë panajir në mënyrë që prodhuesit vendor të ushqimeve tradicionale, të kulinarisë, të gastronomisë, të ekspozojnë produktet e veta, edhe ne të shohim, të verifikojmë, edhe të rikonfirmojmë që Prizreni shuhet përveç tjerash edhe për kulinari, edhe për gastronomi, edhe për produkte origjinale. Edhe kjo në të ardhmen do të jetë një segment apo një sektor që do të zhvillohet akoma më tepër, duke e begatuar ofertën turistike, sepse Prizreni çdo ditë më tepër po shndrohet në qytet turistik jo vetëm të Kosovës, por edhe jashtë. Edhe ky do të jetë një kontribut shtesë që me qenë më atraktiv për një tërheqje të numrit më të madh turistëve. Të gjithë ata që kanë kontribuar që ky panajir më mbajti falenderoj për punën e tyre. Edhe tani do të vazhdojmë me pa se çka na kanë përgatitur. Kurse për këtë panajir edhe drejtori i turizmit Ramadan Tarasha, i cili së pari ka uruar gjithë pjesëmarrësit, si dhe kryetarin Totaj, nën kryetarin Kujti Mugashi dhe zyrtarët pjesëmarrës. Ne si drejtori gjithnjë do të jemi mbështetjet tuaj dhe gjithë çka pat i tha kryetari, unë vetëm ju uroj suksese dhe do të jem prapa çdo herë si biznese në mbështetje. Unë si drejtor kam qenë gjithnjë korrekt ndaj jush dhe do të jem gjithnjë pranë jush për çdo gjë që keni nevojë, jemi këtu me mbështet. Faleminderit gjithëve dhe besoj që do të kalojmë ditë të mirë ju si biznese. Me këtë rast Diellor Berisha nga Fabrika Liri me këtë rast tha se këto panajire na ndihmojnë shumë dhe kanë qëllime shumë të mira. Kështu përfitojnë kompani dhe besojmë se përfitojnë edhe vetë qytetarët. Po, si kompani gjithçysh jemi të kënaqur, domethënë me organizimin e panajirit, jemi kënd të ftuar për organizatorëve, në gjithmonë i pranojmë këto ftesa, domethënë për panajire të tilla, jemi prezent si kompani në shumë panajire tjera, gjithashtu edhe te ky panajir. Po, patjetër, domethënë, gjithmonë këto panajire janë dobishme për neve, për ekspozimin e produkteve tona, për ekspozimin tonë edhe si kompani. Po, besoj që këto organizime janë gjithmonë domethënë të nevojshme, nëse organizohen çdo herë më shumë, ne jemi gjithmonë të kënaqur që të marrim pjesë, janë dobishme edhe për kompanitë e vogla, gjithashtu që rrinë me bëu ekspozim të produkteve tyne në kësi panajire të tilla, domethënë. Po kështu edhe Venira Rada pohon se këto panajire padyshim se na ndihmojnë dhe janë të vetmet mundësi ku kemi mundësi të ekspozojmë punimet tona. Po në fakt panajiret janë rasti vetëm ku mujmë ne mi paraqit produktet tona. Domethënë është një mundësi shumë e mirë. A jeni të kënaqur organizimin e panajirit? Po. Cili do të ishte më shumë? Të kemi sa më shumë panajire edhe vende për ekspozim. Panajiri sotëm është një ditor dhe do të jetë i hapur deri në orët e vona të natës. Ja, pak